Mysafirë të nderuar, para se të fillojmë me programin për ditën e shkollës, fillimisht lusim kryetarin e komunës me stafin, drejtorin e shkollës dhe familjarët e dëshmorit, për të vendosur një buqet lulësh para bustit e dëshmorit Samidin Emini, që me respektin më të madh mban emrin e shkolla jonë. Familjarët dhe drejtori i po oni do të thotë nuk prishën ku. Kryetari që familja Instrumentari që ndoqet njëheri bën edhe hapjen e programit të përgatitur nga nxënësit e shkollës sonë, të dashur të pranishëm. Mirë se ardhët në shtëpinë tonë të dijes, në shkollën që na mëson, na edukon dhe na rrit çdo ditë. Sot është një ditë e veçantë,
sepse ne festojmë ditën e shkollës Hamidin Emini, një vend që nuk është thjesht një ndërtesë me mure, por një shtëpi ku mblidhen ëndrat tona. Në këtë ditë të veçantë, ne nuk festojmë vetëm historinë e shkollës sonë, por edhe për kushtimin e mësimdhënësve tanë, buzëqeshjet tona të përditshme, kujtimet që po i krijojnë dhe rrugën që po na pret përpara. Fillimisht, japim fjalën drejtorit të shkollës zotëri Xhamali Skënderi, që të marrë fjalën, të shoqëruar me një biografi të shkurtër për dëshmorin Hamidin Emini, të cilën e ka përgatitur nxënësja Elda Emin. Të nderuar mysafir, mësimdhënës, prindër, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në emrin tim personal, në cilësinë e drejtorit të shkollës, në emër të nxënësve dhe kolektivit të shkollës, t'ju dëshiroj mirëseardhjen në festën e shkollës së. I nderuari kryetari komunës, zotëri Bexhet Xheladini, e nderuara dhe shumë e respektuara familja e dëshmorit Hamidin Emini, i nderuari në kryetari komunës, zotëri Resul Fetari, e nderuara kryesuese e asamblesë komunale, zonja Arjeta Skeni, drejtori arsimit, zotëri Zeni Krasniqi, pjesëtar të policisë nuk i kemi dhe të këforit, veteran të arsimit dhe veteran të UÇK-s, drejtorat të shkollave, imam i fshatit. Sot me një ndjenjë të veçantë, krenarie dhe emocioni, jemi mbledhur këtu për të shënuar një moment historik në ditën e shkollës sonë. Kjo shkollë ka përmbushur plot 31 vite nga pavarësimi i saj, dhe zhvillimi i saj, megjithse themelimi i kësaj shkolle ishte shumë më herët. Kjo është një arritje që mbush zemrat tona dhe patriotizmi. Kjo është një arritje që mbush zemrat tona me gëzim dhe mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar në ndërtimin dhe konsolidimin e këtij institucioni të nderuar arsimor. Kjo ditë e rëndësishme është një mundësi për të reflektuar mbi rrugtimin tonë, për të kujtuar sakrificat, përpjekjet dhe arritjet që na kanë sjellë këtu. Gjatë këtyre viteve shkolla jonë ka pasur fatin të edukoj breza të tërë nxënësish, të cilët kanë dalë nga bankat e kësaj shkolle të përgatitur për të përballuar sfidat e jetës dhe për të kontribuar në dinjitetin dhe shoqërinë tonë. Kemi pasur mësimdhënës të përkushtuar, të cilët kanë investuar dituri dhe zemër në edukimin e fëmijëve tonë. Mirënjohja jonë për ta është e pakufishme. Por ky përvjetor ka një domethënie të dyfish dhe një emocion të veçantë për ne, pasi e lidhim me emrin dhe figurën e herojit tonë kombëtar Hamidin Emini. Ishte nxënës i kësaj shkolle, emrin e të cilit me krenari e mban shkolla jonë. Hamidini me veprën dhe sakrificën e tij sublime për lirinë dhe dinjitetin kombëtar na ka lënë një trashëgimi të çmuar të vlerave më të larta njerëzore dhe patriotike. Ai ishte dhe mbetet një simbol i guximit, dashurisë për atë dhëun dhe për kushtimin ndaj idealeve më të larta. Kujtimi i tij është një burim frymëzimi i përjetshëm për ne dhe për çdo brez që do të ndjek rrugën e tij. Hamidini na mëson se liria, pavarësia dhe dinjiteti nuk janë dhuratë të cilat merren lehtë, por janë fitore që kërkojnë përkushtim, sakrificë dhe një ndjenjë të thellë përgjegjësie. Shkolla tani ka misionin dhe vizionin e qartë. Metodologjia në këtë shkollë mbështetet në kurrikulën e Republikës së Kosovës, me mësimdhënie dhe mësimdhënie me nxënësin e qendër, të mësuari sipas mendimit kritik, të vlerësuari sipas standardeve bashkëkohore efektive. Nxënësit e kësaj shkolle marrin pjesë në kuize, gara dhe evenimente të ndryshme dhe kanë korrur suksese shumë të mira. Ne jemi të bindur se do të realizojmë objektivat që i kemi caktuar vetes për të bërë familje e shkollave evropiane. Janë bërë disa investime të rëndësishme në infrastrukturë, si për shembull rrethorja e shkollës e investuar nga buxheti i komunës, kendi lërave për fëmijë investuar nga Kfori Turk dhe të tjera. Le të punojmë me zell dhe përkushtim për ta bërë këtë shkollë një vatër të dijes dhe të vlerave njerëzore, duke ndjekur shembullin dhe idealin e Hamidin Eminit. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu sot për të ndarë këtë moment të veçantë me ne. Faleminderit të gjithëve që keni kontribuar në suksesin e shkollës Hamidin Emini gjatë këtyre viteve.
Faleminderit herojnëve tanë si Samidini me shokët e tij që na kanë dhënë lirinë dhe frymëzimin për të ndërtuar një të ardhmet më të mirë. Urime dhe suksese të mëtejshme për shkollën tonë të dashur. Faleminderit. Biografia e dëshmorit Samidin Emini. Samidin Muhamet Emini lindi me 17 maj të vitit 1975 në fshati Kuk, komuna e Dragazhit, nga prindërit Gjevahire dhe Muhamet Emini. Shkollën fillore e filloi në vendlindje, pra në fshatin Kuk, ndërsa e mbaroi në Prizren në shkollën Mustafa Bakiu, për arsye se familja e tij u shpërngule në Prizren. Samidini u regjistrua në shkollën e mesme ekonomike Ymer Prizreni në Prizren, të cilën e kreu me sukses të shkëlqyeshëm. Studimet universitare i filloi në Fakultetin Juridik të Prishtinës, të cilën nuk arriti ta përfundoi sepse gjendja e sigurisë në Kosovë ishte shumë e brisht dhe e pasigurt, dhe lufta ishte në prag. Samidini, si shumë studentë të tjerë, ishte i detyruar të ndërprej studimet dhe t'i bashkangjitët radhëve të ushtrisë çlirimtare. Me 10 qershor të vitit 1978, Samidini rroku armën dhe veshi uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ju bashkua brigadës 125 që operonte në zonën e Vrinit në komunën e Prizrenit. Vrini, për të, nuk ishte i panjohur, sepse ishte nip i fshatit Les. Ai u dallua si organizator dhe strateg i madh i luftës. Per meritat që dha, u emërua si komandant i njësisë, ku operonte në komandantën e Fehmi Berishës. Detyrë që e kryen me përkushtim deri në frymën e fundit të jetës. Në ofensivën që bëri ushtria paralimtare serbe me 1 shtator të vitit 1998, Samidini u plagos rënd dhe nga ajo kohë e deri në vitin 2005 për fatin e tij nuk është ditur asgjë. Po këtë vit, në morgun e Rahovecit, u identifikua kufoma e Samidin Eminit. Ai ra për të mos vdekur kurrë. Rivarrimi i eshtrave të tij u bë në varrezat e fshatit Les, në prani të shumë bashkëluftëtarëve, fshatarëve e popullatës së gjerë. Ne sot krenohemi me emrin dhe veprimtarinë e tij, ku dëshmon emri i shkollës sonë. Lavdi dëshmorit Samidin Emini dhe gjithë dëshmorëve të tjerë. I let i qoftë dheu i kësaj toke. Me kënaqësinë më të madhe lusim kryetarin e komunës Zotri Begje Gjeladini për një fjalë përshëndetse. Të nderuara familje e dëshmorit të kombit me Samidin Emini, të nderuara kryesuese e kuvendit zonja Rita Skele, të nderuar nën kryetari i komunës Zotri Sulfetau, të nderuar drejtori i arsimit Dani Krasniqi, i nderuar dhe shumë e respektuar drejtori i shkollës Samidin fillore Samidin Emini Xhemal Iskanderi, të nderuar pjesëtarë tjerë të kabinetit qeveritar dhe përfaqësues të komunës, të nderuar drejtor të shkollave, veteran të arsimit, të nderuar mësimdhënës, prindër dhe banor të fshatit të Kuk, i nderuar imam i fshatit. Sot në këtë ditë të shënuar të shkollës suaj, me lejoni që sekretari i komunës t'u përcjell urimet më të mira të gjithë juve, duke e bërë thirrje që ky moment të na shërbej si një mundësi për të vetëdijsuar dhe më tepër lidhur me rëndësinë që ka arsimimi në ngritjen tonë intelektuale, morale dhe shoqërore. Dita e shkollës përbën një moment të rëndësishëm për të nderuar dhe kujtuar të gjithë mësimdhënësit tonë, veteranët e arsimit të cilët punuan pa rreshtur dhe me përkushtim në nxjerrjen e gjenatave të arsimuara, kuadrave të shumta profesionale, të cilat i kanë shërbyer dhe i shërbejnë në vazhdimsi zhvillimit të shoqërisë. Shkolla e fshatit Kuk e mban emrin me krenari emrin e dëshmorit Samidin Eminin, nxënësit të kësaj shkolle të dikushëm, i cili ia fali jetën Lilis Saadheut, si pjesëmarrës i lëvizjes dhe demonstratave studentore, furnizues i UÇK-s me armatim dhe me pas edhe pjesëtar i saj, Samidin Eminin e kujtojmë sot si një ndër adhetarët më të shquar opojar, të cilët ju bashkuan misionit të shenjtë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Të nderuar të pranishëm,
Qeverisja jonë lokale është angazhuar në vazhdimsi për të ngritur arsimimin në komunën e Dragashit në nivelet më të larta, duke transformuar infrastrukturën e institucioneve shkollore, duke parandaluar ikjen e nxënësve përmes subvencionimit të transportit të tyre dhe duke ngritur kapacitetet profesionale për një mësimdhënie më bashkëkohore. Ne jemi të vetëdijshëm se pa një arsimim cilësor nuk mund të ketë një shoqëri të shëndosh dhe as shtet të mirëfillt. Andaj, duke ju uruar përzemërsisht edhe një herë ditën e shkollës, ju bëhet thirrje që të vazhdojmë së bashku të kontribuojmë në përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së arsimit, edukimit dhe ngritjes morale të fëmijëve tanë. Lavdi dëshmorit të komit Samidin Emini qoftë i përjetshëm kujtimi për të. Ju faleminderit. Lusim drejtorin e DKA-s, zotri Zeni Krasniqi, që të merr fjalën. Nderuara familje dëshmorit Samidin Emini, nderuar kryetari komunës zotri Begjet Gjeladini, nderuar në kryetari komunës zotri Resul Fetau, nderuara kryesuesa asambles zonja Arjeta Skeraj, nderuar drejtori shkollës Gjemali Skenderi, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të organizatës veteranëve dhe të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të policisë Kosovës, të nderuar përfaqësues të KFOR-it, i nderuar imam i Katundit dhe ju pjesëmarrës tjerë. Ndjej kënaqësi dhe privilegj të jam sot në mesin tuaj që të festojmë këtë përvjetor të shënuar në historinë e arsimit në komunën tonë. Nderi dhe respekti i shtohet edhe më shumë kur lartësohet edhe emri i dëshmorit lirisë Samidin Emini për të përjetësuar shkollën tuaj dhe tonë. Padyshim duhet përgëzuar se nga kjo shkollë kanë dalë shumë intelektual dhe profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët me kontributin dhe profesionalizmin e tyre i kanë dhënë pra shumë shoqërisë tonë. Të dashur nxënës, sakrificën dhe gjakun e dëshmorëve të cilët e kanë dhënë që ne sot festojmë të lirë, vetëm me dije dhe punë të pandashme mund të hash problem, dhe këtë ne mund ta bëjmë së bashku. Andaj ne si drejtori komunale arsimit ju inkurajojmë dhe ju sigurojmë juve mësimdhënës, prindër dhe nxënës se do të keni mbështetjen e institucionit më të lartë në komunën tonë. Sepse konsideroj që obligimi ynë, qoftë në aspektin institucional, por edhe qytetar, është që të ofrojmë mundësi më të mira edukimi dhe arsimimi për brezat e tashëm dhe të ardhshëm. Mesazhi që duhet marrë nga ky përvjetor është dritë e dituri i pandal, urime dhe suksese të përhershme. Ju falenderoj. Prezenca e familjes së dëshmorit këtë ditë na e bën edhe më madhështore. Prandaj lusim njërin nga anëtarët e familjes që ta merr fjalën. Të nderuar mësimdhënës, nxënës dhe të pranishëm. Sot në këtë ditë të veçantë për shkollën tonë, më lejoni që në emër të familjes së dëshmorit Samidin Emini të shpreh mirënjohjen më të madhe për respektin dhe për kujtimin që po i bëni birit tonë. Samidini dha jetën për liri, të cilën ne sot e gëzojmë. Ai ishte një djalë i këtij vendi që e deshti atëun më shumë se jetën. Emri dhe sakrifica e tij janë burim krenarie për familjen tonë, por edhe një kujtesë e përhershme për brezat që vinë. Ju faleminderit që e mbani gjallë kujtimin për të dhe për të gjithë dëshmorët që ranë për këtë tokë. Lavdi e përhershme për dëshmorët. Faleminderit. Falenderimi veçantë shkon edhe për kompaninë turistike Aroma Raizen, e cila u amundsoi nxënësve të shkollës sonë ekskursionin nëpër Kosovë, si dhe ushqimin e asaj dite. Besa e dëshmorit Samaja Shari ka përgatitur një monolog kushtuar dhe së vet.
Unë plaka me mallin të ndobir, syrin se që ma verboj loti. Me dhëmbje, mall e mërzi, kaloj dita, muaj e moti. 27 vite dhëmbje e lot, duke të kujtuar shpesh herë, i vogli dhe me i dashur i familjes, sot emër, krenari dhe nder. Të rritë me ngrohtësi e dashuri, moral, tradit e me fe. Unë munduam të ushqej me halal, të skalitë me dashurin për atë dhe. Vitet e fëmiris shpejt kaluan, u poqe para kohë biri im, rini të ndershme dhe të vyrë pate, ti, sokoli nënës, trimi im. Puntora detar pa mas, gjaku të vlonte në vena, pa drejtësina s'pak se duroje, ti shqipoj me dy krena. E prisnim, sa e prisnim, dasmën tënde, një ëndër dashurie e mbetur në sirtar, u vyshk me mallin e djegur për ty, një lule e bukur që kot mbeti gjallë. Gjyshja ime me gëzim pyeti, kur po fejohe shovlla, ta kryer një herë këtë dalë se moj motër, fejesa ka ko hala. Motrën loti e trathoi dhe me pak fjale kish kuptuar, se vëllai i saj dashur shumë. Zullumi e padresit s'kan të ndalur, dhunime e vrasje çdo dit, kolonat të gjata drejt Shqipëris po shtoheshin dit për dit. E thronditi dhunimi një vajze, e loti nga sytë si që rodhi, qau me denes atë natë të nesër me në fshatin les shkoi. Ju bashkan gjitë dajëve të ti trima, amaneti në vend për ta qua, pa e kuptuar dhe e ditur askush me luftëtarët u bashkua. Rinin dhe jetën Kosovës ja fale, që ne sot të lirë të jetojmë, emri ytë me nder dhe krenari lartë shkollës tonë qëndrojmë. Ne nuk ndihemi të vetmuar, kur ty të përkujtojmë. Nuk mund të qëndrojmë të heshtur bra veprës sate, betohemi në Zotë se ti e ende i gjallë, se herojt nuk vdesin, sepse heroizmi mban të gjallë. Dasmorët tu çdo vit po mblidhen, të kujtojmë me mall e nder. Në këngët dhe vjersha tona, emri yt lartësohet çdo herë. Këtë fest me do e mos do e kishim pa punën e parreshtur të nxënësve, të cilët kanë përgatitur një valla autoktone që do ta paraqesin para nesh.
Herojnë të mbajnë të gjallë këngët që këndohen për ta. E një ndër to është dhe kënga interpretuar nga Erdi Fetahu. Pasim punën pushka e drejtu me shka Dume pa mund treshton me ju kra për kra Sot, jam më mirë se para pushkës, shkja me dangova Kam pas tanta hirsinali, tash ta hir Kosova Kam pas tanta hirsinali, tash ta hir Kosova S'mund të rri bashkun preshe, atje e kam gjakun Ende shokve amale, nuk jau kam marhakun Na dushka se veç për zi, të zanit të njeva Kam pas tanta hirsinali, tash ta hir preshe Radha është për disa recitime. Recitojnë Elda, Alea dhe Onuri.
Në zemrën e tokës shqiptare rën një djalë për këtë atë dhe, me zjarë në shpirt e besë në dhe, me gjakun e ti u shkrua liria, me emrin e ti u ngrit krenaria. Në mal unë gjitë me hap të shpejt, si trembi plumbi si ndali rejt. Flamurin bajti si shen shpresa, për tokën e ti që deshte pavese. Nëna i qante me lot në sy, për zemra e saj rrihte për dy. Njërin për djalin që su kthye më, tjetri për kombin që dha shpirt për të. Atë dheu e mori në gjoksin e vet, si një yll që kur s'ka me tret. Në çdo përshpëritje të erës ai flet, me fjalët e liriz që s'harrohen let. Për herë do jetosh, o shpirt i bardh, në vargjet që qajnë e në këngët me zjarr. Se një dëshmor s'des kur me i vërtet, a i lind çdo herë ku ka drit e jet. Dita shkollës, se t'është dit, plot me drit. Shkolla janë afton me prit, qanta librave fletore, buze qeshene në gjdo koridore. Mësuesi me zetë ngrot, në mëson tyje pa fund plot. Me këtë vend dashuris, rritjem një mend i ushtësis. Oj Kosovë e imja, sa shumë që të dua, ti e vend gëzimi, ti e nën për mua. Të dua Kosovë me të bukrin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër, të dua shumë si lule manushaqe, të dua gjithnjë pa lot në faqe. Bukurit e tua të japë një eshi, me rritet mua zemra, sepse sot jetoj në liri. Të dua, si lule erë mirë, të uroj të jesh gjithmonë e lirë. Vaj i burrave është kënga, prandaj po vazhdoj me këngë. Këndojnë Sema, Semra dhe Elda. Asa qiri të mos mbetëm, të venitëm të diqëm dot, këtë dëshirë e kam sa mot. Jo azjarit nuk i kruhem, dhe kur zua që të shuhem, do të diqëm me dëshirë, që të bëj dritë sa më mirë. Dritën e vërtet, unë jam në shpirtin
viktimeve ku zërin e ëmbël të tyre do ta dëgjojmë në vazhdim. Recitojnë Sihana, Rezarta, Adni dhe Imania. Drita e liris në fshatin ton, lindi një dritë me zemër krim dhe me shpirt të bardhë. Samidin Emini, krenaria Kosovës, nga liri u bë meritokës. Shkolla sot emrin tënd të mbar, dritë e dijes në çdo ham na përcjell, në çdo këngë, në çdo kujtim, ti e fryximi, ti e qëndrimi. Shkolla ime, në shkollë unë shkoj, me dëshiren time, o sa fort të dua, ty moj shkolla ime. Në shkollën time, shumë kohë i kaloj, prandaj unë dua, me shok e shoqe, mjaft kohë të kaloj. Aty ku gjithmonë, derë dhe dituria, është vendi i cili pasurohet fëmia. Se bashku luajmë në shkollën time dhe unë mësoj më shumë gëzime. Këtë vjerë shkollës me gëzime ja kushtoj dhe prandaj i premtoj se gjithmonë do të mësoj. Djali liris, Samidin o djal, o burr trimerie, emblema u qekes, shumë bukur trimbi krye, por si në Zahidja, ashtu edhe në Ngjeva, këto nëna heroina që ka link ta breza, pas shumë vitesh e pas shumë plagësh, që ndoni eshtu mbi lapidar, gjithmonë për ne do t'jesh një trim, gjithmonë do mbetesh legjend e gjallë. Familjes Emini, krenarin jashtove, edhe fshatin Kuk, ti shumë e nderove. Gjaku yt i shejt, që ndisi historin, që sot e 17 vite e gëzojnë pavarësinë. Samidin Emini, me zemër të bardhë, si shtërriti nëna, ty o gëzimtar të kujton dhe hëna, me pushk në dorë, si patrembu shqiptar, bir i nën Kosovës, luftëtar, zemër zjarë, si shqipanje re, që fluturon këndej pari, qofsh i lartësuar, Samidin legjendari.
Veçja mbitor të këtij programi është Valli e Nuseve, e luajtur për mrekullinë nga vajzat e shkollës sonë. Me interpretimin e kësaj valleje shënojmë një heri dhe fundin e këtij programi, me shpresë se keni kaluar qaste të mira. Miropafshim në manifestimet e tjera. Lusim të pranishmit që të na shoqërojnë në një koktejl rasti brenda lokaleve të shkollës.